Shata jote e lëm Leonën, largohemi nga Kuksi për të ardhur tek ty tani në Fier, ku ka surpriza në kuptimin që Partia Socialiste ka një përsi të madhe, ka rritur përqindjet, por do t'i shohim pak më vonë këto përqindje. Nga ty duam pak një përditësim, sepse pas disa orësh jemi në gjithë sy e vesh për të kuptuar se çfarë po ndodh nga ky qark, pra qarku i Fierit, një numër të madh mandatesh do të dalin në parlament, 16 mandate nga Fieri. Çfarë dim deri tani për një publik që na bashkohet dhe na sheh dhe ka humbur disa zhvillime nga Fieri, çfarë duhet të dim nga ky qark? Deri në qarkun e Fierit janë 587 qendra votimi, pra 587 kuti, të cilat do të qartësojnë edhe shpërndarjen e mandateve në parlamentin e ardhshëm. Bëhet fjalë për 16 mandate ku synimi nga ana e Partisë Socialiste ka qenë sigurimi i një mandati të 10, një më shumë se në vitin 2021 pra zgjedhjet parlamentare të shkuara. Por trendi i votave të paktën deri në këto momente ku janë hapur rreth 30% e kutive në rang qarku, flet për një epërsi të thellë nga ana e kampit socialiste, ku deri më tani ka siguruar 63.3% të votave me një diferencë të jetë konsiderueshme nga Partia Demokratike, e cila deri më tani ka 25.17%. Të paktën nga projekcionet, por dhe për llogaritjet e kryera nga edhe shtabet elektorale të partive ngar, ka një përllogaritje ku qarku i Fierit për Partinë Socialiste shkon drejt mandatit të 11, megjithatë mbetet për të parë se cilët do të jetë dhe shpërndarja e votave në kutitë e tjera të cilat të pritet të numërohen. Aktualisht unë jam në KZZ-n 60 të Bashkisë së Fierit, bashkisë më të madhe të këtij qarku, ku ka dhe një numër më të konsiderueshëm votuesish. Në këtë ambient numërohen 97 qendra votimi dhe ndonse deri më tani shpërndarja, por edhe numërimi i kutive ka qenë me ritme të ulta, mund të themi se në këtë bashki nuk ka ndaluar për asnjë moment të procesi i numërimit të votave, ku komisionierët në 80% të tyre janë po të njëjtit, të cilët të kanë nisur procesin e numërimit që prej orës 2 pas mesnate. Aktualisht në bashkinë e Fierit janë numëruar 46 qendra votimi, ku nga 227, pra bëhet fjalë për një numër të vogël krahasuar me qendrat e votimit që ka kjo bashki, e cila e nisi procesin e numërimit më vonë krahasuar me bashkitë e tjera, ku në këtë qark e para bashki që nisi procesin e numërimit ishte Lushnja. Në të 6 bashkitë që ka ky qark, PS-ja ka një shkëputje dhe një diferencë krahasuar me Partinë Demokratike, diferencë kjo e cila ka qenë në trend edhe gjatë zgjedhjeve të 2021-shit, por kësaj radhe epërsia është disi më e thellë. Atëherë, mirë, 158 kuti nga 587 është Fieri, bashkë me Merinin shohim pak përqindje tani, përpara se të kalojmë te disa pyetje të tjera në përqindje. Në zgjedhjet aktuale, pra në rezultatet e zgjedhjeve aktuale, Partia Socialiste ka 63.28%, ta shohim edhe përmes ja ku është grafika, 53. Kam përshtypjen mbase duhet ta rifreskojmë, jemi në Fier, largohemi pak nga Kuksi, është vendosemi pra në Fier, kalojmë në Fier. Jemi në Kukës, kam përshtypjen, do të shkojmë në Fier në grafikën, pa. Okej, ja ku jemi pra në Fier, ndjes për këtë vonesë të vogël, ja ku është qarku i Fierit, dhe po shohim në 63.28% është Partia Socialiste aktualisht, pra, dhe Partia Demokratike në vetëm 25.17% në përqindjet e 2025-ës. Me njëherë bëjmë një krahasim me 2021-shin, ku Partia Socialiste ka qenë 52.77% dhe Partia Demokratike 37.27%. Por ka dhe një mandat të LSI-s pra në këto zgjedhje që përkthyer ishte me 7.1%
të votave. Shojmë dhe njërë 2025-ën, ku pra Partia Socialiste po shkon në gati 64% dhe ka një ullje të ndjeshme të Partisë Demokratike, Alianca për Shqipërinë Madhështore, 25.17% në fier. Merin, në terren aty, si po përkthehen këto shifra, në kuptimin që ka demotivim të përfaqësuesve të atyre që janë në humbje, apo që nuk janë të kënaqur me rezultatin, apo kishin pritshmëri të tjera, pra si mund ta lexojmë këtë rezultat në terren? Të paktën nga ajo se çfarë kam konstatuar në të gjitha qendrat e votimit, qendrat e numërimit të bashkisë Fier, por edhe nga vëzhgimi që kemi bërë në qendrat e votimit të qarkut Fierit në 6 bashkitë që ka ky qark, duket se epërsia e Partisë Socialiste është evidentuar që në momentet e para të numërimit të kutive të cilat janë hapur në fillim të këtij procesi, ku kjo është reflektuar më pas edhe në prezentën e përfaqësuesve apo kandidatëve në garë për të siguruar një mandat në kampin e Partisë Demokratike, ku duket se zhgënjimi ka qenë disi më i dukshëm. Të paktën në KZAZ ku unë jam, vetëm në momentet e para ku ka nisur procesi i numërimit ka qenë prezent një prej kandidatëve të Partisë Demokratike, deputeti aktual i kuvendit Luan Baçi, ndërkohë që gjatë gjithë pjesës tjetër të procesit të numërimit nuk ka patur përfaqësues të paktën në KZAZ e bashkisë Fierit. Ndërkohë nuk mund të thuhet e njëjta gjë sa i takon përfaqësuesve të Partisë Socialiste, ku në pjesën më të madhe të procesit të numërimit në disa prej KZAZ-ve, jo vetëm në bashkinë e Fierit, por edhe në bashkinë e Lushtës e mëtej, ka qenë e pranishme për të ndjekur nga afër procesin e numërimit krahas kandidatëve edhe drejtuesja politike e këtij qarku, zonja Belinda Balluku. Ndërkohë, ky qark, pavarësisht se ka këtë epërsi, mund të themi drini që ka patur një fushat të mbushur me akuza mes 2 kampeve, fushat kjo e cila ka ngritur dhe dyshimet për shitblerje votash apo për përfshirje në krime zgjedhore, dhe pikërisht nga ky qark ka patur 5 procedime apo 5 hetime të referuara në prokurorinë e posaçme, pikërisht lidhur me këto dyshime për shitblerje votash. Por ajo përplasje, nëse mund të themi në distancë gjatë fushatës elektorale, duket se zhvehur tashmë që kutit janë hapur dhe ku rezultati flet për një epërsi të thellë nga ana e Partisë Socialiste, të paktën në 30% të qendrave të votimit të hapura deri më tani në totalin e qarkut të Fierit si qarku i dytë më i madh në vend pas Tiranës. Po, Partia Demokratike ka patur disa denoncime gjatë ditës së djeshme për parregullsi apo për momente të cilat mund ta kompromentonin procesin në qarkun e Fierit, sipas saj lëvizje patronazhistësh apo njerëzish, një rast në Karbonar, disa lëvizje të tjera. Çfarë mund të themi për mënyrën se si palët janë vendosur përballë këtyre akuzave? Sa i takon pretendimeve apo akuzave nga gjatë procesit të votimit, nuk kanë munguar nga të dyja kampet, ku pretendimi thuajse ka qenë i njëjtë sa i takon prezencës përfaqësuesve të shtabeve elektorale dhe të kandidatëve në garë për të siguruar një mandat në afërsi të qendrave të votimit apo në brendësi të territorit të tyre. Duhet thënë se të paktën nga ana e Partisë Socialiste janë denoncuar edhe me anë të deklaratave për shtyp të dhëna nga zëdhënës apo përfaqësues të shtabit elektoral në qarkun e Fierit, dhe ka qenë një problematikë që është evidentuar edhe gjatë procesit të votimit nga vetë drejtuesja politike e Partisë Socialiste, e cila e quajti qarkun e Fierit një qark ku procesi i votimit nuk ka vijuar aq qetësisht për shkak të personave që sipas saj pretendohet se kanë qenë në afërsi të qendrave të votimit
votimit me qëllim intimidimin apo për të ushtruar trysni ndaj qytetarëve dhe për të diktuar vullnetin e tyre në hedhjen e votës. Megjithatë, ka ende shumë kuti, Merina, jemi ende shumë larg rezultatit në Fier. As 1/3 akoma kemi mbetur apo jo? Po, jemi rreth 30% të kutive dhe të paktën në KZAZ ku unë jam, por edhe në 2 KZAZ e tjera të kësaj bashkie, por jo vetëm, ritmi i numërimit të votave pikërisht sa i takon kutive të votimit është disi i ulët, pavarësisht se përmenda edhe pak më parë nuk është ndalur për asnjë moment dhe kjo ndoshta mund të marrë një kohë të konsiderueshme për dalë në ato shifrat përfundimtare sa i takon në përzgjedhjes së partive politike dhe kujt do të besohen më së shumti mandate. E fundit, pavarësisht se jemi vetëm në 30% nga ajo që thuhet aty, besoj që ky do të jetë projeksioni, këto do të jenë projeksionet e Fierit apo? Projeksionet sigurisht janë në fazë paraprake, por projeksioni paraprak që ka patur vetë Partia Socialiste tashmë është zgjeruar, nëse mund të themi, sa i takon pretendimeve, ku sipas kampit roz deri më tani në votat e lexuara flitet për 11 mandate të siguruara nga Partia Socialiste, nga 16 në këtë qark. Ndërkohë që drini në këtë qark, unë përmenda dhe pak më parë krahas akuzave, ka patur edhe hetime lidhur me shitblerje votash, hetime këto që janë përfunduar një pjesë në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, ku janë kryer edhe veprime konkrete sa i takon këtyre dyshimeve. Dhe pikërisht në këtë qark më parë kemi patur edhe arrestim për shitblerje votash, por duket se nuk ka qenë një vetëm rast, pasi mëngjesin e sotëm, në orët e para të mëngjesit për të qenë më të saktë, ka patur edhe ndalime sa i takon dyshimeve për shitblerje votash lidhur me një shtetas i cili rezulton të jetë babai i një kandidate në garë për siguruar një mandat deputeti në këtë qark, e cila garon nën siglën e Partisë Social-Demokrate. Gjithashtu ka patur edhe persona të cilët janë vënë në akuzë, por dhe tashmë po hetohen nga ana e prokurorisë së Fierit në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme lidhur me dyshimet se kanë trysnuar persona përmes komunikimeve në rrjetet sociale për të diktuar votën, pra për të tetërsuar vullnetin e tyre. Këto raste krahas prokurorisë së Fierit, policisë së këtij qarku, po ndiqen me imtësi edhe nga prokurorët e posaçëm, të cilët prej ditësh kanë zbarkuar në këtë qytet për të ndjekur nga afër fushatën elektorale, por për të ndjekur nga afër edhe pikërisht hetimet që po kryen nga ana e strukturave vendore. Duhet kujtuar se ky qark ishte qarku i dytë mbas Tiranës, ku edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato bëri një ndalesë gjatë ditës së djeshme kur kryej procesi i votimit, pikërisht pas akuzave apo pas përplasjeve në distancë që kishin drejtuesit e kampeve respektive, kampeve të cilat pretendonin për sigurimin e një numri më të konsiderueshëm mandatesh dhe pjesën më të madhe të tyre pikërisht në këtë qark. Kështu pra ti na i dhe këtë informacion të drejtorisë vendore të policisë së Fierit, pra që dhe ne kemi në këto momente për arestime që janë kryer së fundis, rezultati një hetimi pra 1 mujor në drejtimin e Spakut, është dokumentuar një rast i blerjes së votave dhe është vënë pra nga autori, por edhe një rast tjetër përveç këtij pra në një ku specialistët për hetimin e krimeve të Lushnjës kanë referuar materialet në prokurori për një shtetas 27 vjeçar banues në Bubullim, pasi ka kallëzuar më parë shtetasi me inicialet JC
se nënkryetari një subjekti politik në Lushnjë e ka kanosur në platformën Messenger për dhënien e votës. Edhe në këtë rast, pra materialet i kanë kaluar, janë feruar spakut për hetimet të mëteshme. Mirë, ne në minutat në vijim apo në orët në vijim do të kemi një përmbledhje më të plot të gjitha rasteve që janë referuar nga këto struktura për të pasur mbase edhe pak më shumë statistika rreth këtyre të dhënave.